Për ironi të fatit, duhet një muaj si tetori dhe një fjongo roz që ne gratë të ndalim një çast e të mendojmë për shëndetin tonë. Të bëjmë minimumin, një kontroll i thjeshtë që një ditë mund të na shpëtojë jetën. Shtëpia më e bukur në botë është trupi ynë, është shëndeti. Ne mendojmë se nuk mund të na ndodh neve, por kanceri nuk pyet. Ai mund të godasë në zemër të familjes, nënën, motrën, hallën tënde. Vetëm me ndërgjegjësim dhe kujdesje ne mund t'ja dalim siç duhet. Kanceri i gjirit nuk zgjedh, por ne mund të zgjedhim të veprojmë në kohë. Mos prit të ndodhë diçka që të kujdesesh për veten. Një bisedë mund të ndryshojë jetë. Të flasim, të kontrollohemi, të kujdesemi. Kjo është dashuri. Shumicën e kohës në gratë, qoftë profesionista në karrierë, mama me kohë të plot, apo edhe grua single, nuk gjejmë kohën duke vendosur veten në fund të listës, pas familjes, punës apo gjithë të tjerëve. Edhe në ditët e tua më të vështira, kujtohu se brenda teje ndriçon një dritë që asnjë sëmundje se fik dot. Zbulimi i hershëm shpëton jetë, kujdesu për veten, bëj kontrollin sot. Ti je forcë për mua dhe për të tjerët. Ndaj, të lutem, kujdesu për veten. Nuk je vetëm. Ne qëndrojmë me ty pranë teje, pas teje, gjithmonë. Ndaj në këtë tetor dhe në çdo muaj tjetër të vitit, mos prisni që gjithçka tjetër të jetë në rregull përpara se sa të kujdeseni për veten. Mos prisni për të jetuar, sepse së bashku jemi më të forta. Together we can.